Dasma shqiptare 2017 paraqet. Mirëmbrëma të gjithëve. Unë që po ju flas, jam një vajzë 21 vjeçe. Dhe ajo që dua t'ju tregoj ka ndodhur pak kohë më parë. Për shumë vite, unë e kaloja një pjesë të mirë të kohës tek shtëpia e hallës sime. Ata jetojnë në një zonë rurale, pak jashtë qytetit tonë, në një shtëpi me një obor tepër të madh, e të mbushur me plot pemë. Burri i hallës është 40 vjeç. E gjatë gjithë atyre viteve, ai sillej si një njeri shumë i afërt. Por kohët e fundit filloi të ndryshonte. Ai filloi t'i kalonte kufijt e mirësjelljes. Kur halla nuk ishte e pranishme, ai gjente raste të lëshonte fjalë, të më ngacmonte e të flirtonte me mua. Unë gjithmonë e kisha refuzuar. Sapo ai niste të fliste, jashtë atij raportit familjar, unë bëja sikur nuk e dëgjoja, e injoroja plotësisht, ose gjeja një justifikim të thjeshtë për të dalë jashtë. Nuk më bënin asnjë përshtypje fjalët e tij. Jo vetëm sepse ishte burri i hallës, por sepse e gjithë vëmendja ime ishte diku tjetër. Në lagjen time kisha njohur një djalë 25 vjeç, e unë isha tërësisht e fiksuar pas tij. Më pëlqente qetësia e tij, e fakti që ishte edhe i pjekur e serioz dhe kishte një jetë të rregullt. Çdo ditë kërkoja me sy, gjeja arsye për të kaluar rrugës ku punonte ai dhe prisja me padurim ndonjë fjalë nga ana e tij. Mendoja vetëm për të dhe isha e bindur që mes nesh mund të kishte diçka. Prandaj, çdo burr tjetër, përfshirë edhe burrin e hallës sime, për mua ishte inekzistent. Një pasdite mora guximin e madh, e takova djalin 25 vjeç, e ndalova në rrugë e i fola hapur. I thash atë që ndjeja prej muajsh. Por gjërat nuk shkuan as pak siç i kisha imagjinuar. Ai djali u tregua jashtëzakonisht i ftohtë, me tha se unë isha më e re se ai, e se ai më shihte thjesht vetëm si një komshije, e nuk mund të kishte asgjë me mua. Ai kishte planet e tjera dhe s'ma vinte fare veshin, e fjalët e tij ishin shumë të prera. Për mua ishte një refuzim që më goditi fort. Unë ndjeva poshtëruar, egoja ime u shemb dhe sedra më dhimbte pa mas. Shkova në dhomën time, qava nga inati dhe u mbusha me një ndjenjë inati e dëshpërimi. Ndjeja sikur nuk vleja asgjë. Të nesërmen doja vetëm të largohesha nga lagja, që të mos e shihja atë njeri, e vendosa të shkoja tek shtëpia e hallës në fshat për t'u qetësuar. Kur arrita atje, gjeta një situatë ndryshe nga zakonisht. Halla ime ishte veshur e bërë gati për të dalë, pasi kishte një gëzim familjar tek njerëzit e saj dhe duhej të nisej më njëherë. Unë vesh se kisha mbërritur e i thash që nuk kisha ndërmend televizjen nga shtëpia, do të rija aty, e ajo iku. Burri i hallës nuk shkoj me njëherë me të, i tha unë do të vi me vonë. Ai i tha se i kishte lënë disa punë për gjysëm dhe donte që t'i mbyllte. Dola pak në verandë dhe ula në karrige. Mendoja ende për atë djalin që më kishte refuzuar atë ditë. Isha plot nerva
dhe doja dëshpërimisht një formë vlerësimi. Doja të provoja që dikush me shihte si një grua dhe jo si një vajzë të re, sepse unë isha mbi 21 vjeçe. E gjatë asaj kohe, burri i hallës po punonte në anën tjetër të shtëpisë. Ai po merrej me mbjelljen e disa pemëve dhe ishte duke u munduar të transferonte një fidan peme rreth 3 vjeçar nga një vazo e madhe për ta mbjellë në tokë. Pasi gërmoj gropën, me pa që isha aty dhe me thiri. Eja me mbaj pak fidanin drejt, sa t'ja hedheon, me thaj. Shkova me një herë të kaj. E kapa trupin e vogël të pemes me të dyja duart dhe qëndrova aty, ndërsa ai hidhte dheun me lopat. Aty ishim pas shtëpisë, në një cep të rrethuar nga pemet e tjera, larg çdo pamje nga rruga, e si gjithmonë ai nisi me fjalët e tij. Çfarë keqe rri gjithë ditën kështu, më thaj. Nuk i shkon një vajzë kaq të bukur sa ty të mbajë natë në fytyrë. Një ditë më parë, apo një muaj më parë, unë thjesht do t'i kisha lëshuar pemen e do të kisha ikur brenda në shtëpi. Por atë ditë ishte ndryshe. Refuzimi i djeshëm po me zjente për brenda e unë kisha nevojë të dija që një burr më i madh, një lloj si ai që më refuzoi, të kishte interes për mua, kështu që nuk ika. Fillova unë t'i flisja. Po ty çfarë të duhet se si e mbaj fytyrën unë, i thash. E ai, i befasuar nga përgjigja ime, e la lopatën me njan dhe u ofrua pak më shumë fidanit ku po qëndroja unë. Me duhet, më tha, sepse unë kam kohë që ta tregoj me vepra dhe me fjalë interesin tim. Po ti ose bën sikur s'kupton, ose sikur nuk don. E po ashtu unë i dola përpara dhe i zura rrugën e kalimit. Ja vendosa dorën te krahu dhe ndalova. E kuptoj shumë mirë, i thash, por mendoja se ishe thjesht nga ata burrat që vetëm lëshojnë fjalë lart e poshtë. Tashmë situata ndryshoi plotësisht. Filluam të flisnim hapur, pa asnjë lloj filtri. Ai nisi të më thoshte se si ndihej i paplotësuar nga martesa me atë, e se si ajo ishte gjithmonë e ftohtë me të dhe sa jetonte vetëm për momentet kur unë shkoja tek ata. Unë nuk bëra asnjë hap pas, përkundrazi, e provokoja akoma më shumë. Fjalët e tij aq të sigurta dhe të drejtë për drejta, po ma ushqenin atë sedër të vrarë që kisha. E ngacmoja duke e pyetur se a kishte seriozisht apo thjesht po luante për të kaluar pasditën. Po sikur ta shohësh vetë që nuk jam vetëm fjalë, më thaj. Ne mbaruam punë me mbjelljen e pemes, e sapo i ktheva kurrizin, e i thash që isha bërë me dhe u futa brenda në shtëpi për të larduar. Shtëpia e hallës ishte shumë e madhe. E hyra në bajën e vogël të katit e parë, hapa çezmen dhe nisa të fërkoja duart. Sa po dola në korridor, ai më njëherë erdhi aty pas meje. Mbylli derën e korridorit dhe unë që kisha mbyllur ujin me duart akoma të lagura, u ktheva nga ai, e ndërsa ai qëndronte në këmbë dhe më shikonte si një dem. Unë isha mbushur me një ndjenjë sfide dhe nuk e kisha ndërmend të tërhiqesha. Kisha mbërritur në atë pikë se nuk mendoja më as për asgjë, as për moshën e tij, as për rregullat, e për asgjë tjetër. E doja vetëm të tregoja që mund të tërhiqja atë deri në fund. A mendon vërtet që unë po luaj? Me pyeti ai përsëri. Dhe kur e shikova në dritë e syrit,
E pastaj, nga poshtë lart, ai nuk priti me gjatë. Doli përpara, me kapi dhe me puthi. Unë si rezistoja as pak. Ju përgjigja me të njëjtën forcë dhe e putha. Po putheshim, unë me inat e ai me etje, dhe nuk dinim se si të ndaleshim. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.